me Bankën Popullore në botën e financave. Aspektet e sigurisë së kartave të pagesave. Kartat e pagesave janë një instrument për pagesa pa para të gatshme, me të cilin mund të paguani për mallra dhe shërbimet e blera në vend dhe jashtë, të tërhiqni para të gatshme nga bankomatët dhe në kushte moderne edhe për pagesa nëpërmjet internetit. Si ta përdorni në mënyrë të sigurt. Mbrojtja themelore është PIN kodi që është i njohur vetëm për zotëruesin dhe të njëjtin e merr kur karta lëshohet nga emetuesi. Një mbrojtje shtesë e kartës së pagesës është qipi integruar duke zëvendësuar shiritat magnetike më pak të përdorura. Në pjesën e prapme të kartës është printuar kodi i verifikimit, Card Verification Code, që është një mbrojtje gjatë përdorimit të kartës për internet transakcione. Gjatë pagesave nëpërmjet internetit, bankat gjithashtu sigurojnë edhe verifikimin e transakcionit me kod që pranohet me anë të SMS porosive në telefon celular ose token, i cili gjeneron kodet e rastit. Mos i përdorni kartat e pagesave për pagesa nëpërmjet internetit në faqe të pasigurta. Menjëherë pasi të vëreni humbje ose vjedhje të kartës së pagesës, ju jeni të detyruar të njoftoni bankën në mënyrë që të mos pasoni humbje. Bëhuni të mençur me parat. Mbështetur nga Fondi Evropian për Europën Juglindore.